Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me rritja e ndërgjegjësimit ton nga dimensioni i 3 në dimensionin e 5. Tash, ndoshta e ndjeni, ndoshta shikoni që ndryshime të mëdha po ndodhin në realitetin ton dhe kjo ka të bëjë me atë që ne si qenie njerëzore kemi arritur në një nivel të lartë të ndërgjegjësimit ton, për të cilën mjafton që të gjithë ky shekull i ri që ne të lidhemi me veten tonë për të thelluar vërtetësinë e bukurisë së jetës që është krijuar nga krijesa, ashtu sikurse dhe do të arrijmë më të bukurën rëndësinë e vetes tonë, që ne që të gjithë kemi vlerë, që të gjithë jemi fëmijë të universit, që nuk jemi më pak se yjet apo se dhe pemët. Mësoni që dimensionet nuk kanë të bëjnë me vend, nuk kanë të bëjnë me vendbanim, por është thjesht rritja e ndërgjegjësimit ton kolektiv, për të cilën tash bota ku ne jetojmë është ndarë në dy realitete, pra jemi paralel, po jetojmë në këtë kohë, ashtu sikurse unë dhe ju, në të njëjtën kohë, në këtë tokë, se në fund të fundit kjo tokë e mrekullueshme është aq magji, aq e mrekullueshme, për të cilën çdo gjë ekziston për mua, për ju dhe për ne të gjithë, dhe është krijuar nga krijesa jonë, për të cilën ju mund ta quani dhe të rrisni me të drejtë Zot apo univers, sepse e keni në shpirt dhe kush është? E keni në zemrën tuaj, kjo zemër që është selia, për të cilën është krijuar me dëmshuri, me dashuri, me mirësi, dhe mbi të gjitha është na është dhuruar që të gjithëve ku ne vim në këtë tokë me mision dhe me drejtim, që do të thotë që të gjithëve ku ne vim në këtë tokë, pra është ditëlindja jonë, na urojnë të rrojmë dhe të kemi jetë të lumtur. Dhe pyetja është tani me këtë video për të cilën unë do të vazhdoj të shpjegoj, është çfarë do lloj sfide që ne kemi kaluar në jetë, të kuptoni që tani është koha që shpirti jonë, pra është rritur dhe ka marrë të gjitha mësimet për të cilën ne kemi kaluar gjatë gjithë jetës, dhe është rritur në atë që të kupton që ka dhe diçka që duhet dhe më mirë. Pse? Sepse ku ne kalojmë shumë sfida në jetë, ne mbasi arrim, sidomos në një moshë mbas 45 vjeçve, do të thotë që ne jemi akoma edhe më të vetëdijsuar, sepse jeta na ka mësuar, pra na ka mësuar gjatë kohës për të cilën ne kalojmë shumë mësime, dhe kjo është që ne lidhemi, pra rritemi, sepse ne jemi qenie të krijuar nga krijesa për të ndihmuar, për të mësuar dhe për të krijuar. Dhe vjen një moment që ne me të vërtetë lëvizim, dhe në këtë rast ndërgjegja jonë, pra që të gjithë ju që ndiqni këto video, nuk jemi pa qëllim këtu, pra jemi të vetëdijsuar për diçka që nuk shkon me ju, për çfarë do lloj shkaku, dhe tani është në këtë realitet jemi duke lëvizur nga realiteti i botës, pra i aspektit fizik, pra bëj, dhe në lëvizjen e aspektit emocional, që do të thotë aspekti fizik për të cilën ne jemi duke jetuar vazhdon, pra ashtu si një pjesë e qenies që ekziston akoma e flen gjumë në rolin viktim, janë me energji të ulta dhe pa e kuptuar ne lëndojmë njëri tjetrin, ndërsa është një pjesë tjetër për të cilën ju dhe unë apo shumë paraardhësit tanë që janë zgjuar dhe janë vetëdijsuar dhe kanë ndjekur
rrugën e shpirtit, kanë arritur në emocione të larta, në vibrime të larta, për të cilën hapasapi duke vazhduar rrugëtimin e shpirtit, dhe pse është një proces për të cilën askush nuk e njeh se çfarë po bëhet, sepse është kryekëput ndryshe nga ajo që keni mësuar, është që ju do të arrini në dimensionin e 5. Pra është lëvizja e të menduarit nga shoqëria dhe arritja, pra duke u lidhur me shpirtin, ne do të hyjmë në brendësi të vetes tonë, pra do të lidhemi me atë se çfarë ndjejmë ne. Këtë mënyrë të ndjenjës ne e kemi kaluar edhe çdo individ që në rritje, pra të eksperiencës së jetës, pra nga fëmijë deri më tani, por ne nuk e kemi ditur se kemi qenë rolin viktim, por në këtë shekull të ri, për të cilën realiteti tash është ndarë në dy realitete, ato kam në dy realitete, bota jonë, dhe në këtë kohë ka përzierje të energjive, qoftë të ulët, qoftë të larta, por një gjë të dini, çfarë do lloj që ndodh në këtë moment në jetën e çdo individi, dhe që ndjeheni si të hutuar ose ka diçka që nuk shkon mirë me ju, të jeni të sigurt që në këtë kohë është që këto energji po ju ftojnë ju, energjitë e larta, sepse është dritë, është ndriçim, është vetëdije, po ju ftojnë ju që atë që ju kur filloni bëni pyetje, ju do të lidheni dhe do të merrni përgjigje për atë që ju pyesni, sepse është koha e një evolucioni digital për të cilën ne e marrim me të vërtetë përgjigjen. Kur ne bëjmë pyetje, ne e marrim përgjigjen, por gjithsesi të kuptoni një gjë, që në këtë moment janë pra përgjigjet të dy realiteteve, pra në njërin anë është që vazhdohet me impulset e egoizmit, për të cilën njerëz intelektual vazhdojnë, pra në kuptimin që ndoshta dhuntin e tyre, talentin e tyre nuk ka rëndësi, sepse që të gjithë e kemi ne këto, që të gjithë, kështu jemi krijuar nga krijesa, por varet se si ne zhvillojmë në realitetin tonë, dhe në këtë moment mos e vjen çudi që ju shqipni në social media, pra njerëz për të cilën janë në fuqinë e tyre, pra komunikojnë ose veprojnë, pra në lidhje për të dhënë atë që ata dinë ose talentin ose dhuntin e tyre, por është pra ka të bëjë me atë që është akoma duke i dhënë rëndësi egos në kuptimin e asaj, pra krenaris, në kuptimin për përfitime, pra nuk është në atë që e bëjnë me zemër, pra okej që e kanë këtë talent ose dhunti, dhe sigurisht që ju i shikoni kudo, por gjithsesi të kuptoni që është koha tani e vazhdimit të ndërgjegjësimit, dhe doni apo nuk doni, ne jemi në drejtimin e shekullit të ri, për të cilën jemi ftuar që të gjithë që ne të arrijmë në lehtësinë e jetës, në bukurinë e saj, në vërtetësinë e saj, në dashurinë e saj, në mirënjohjen e saj dhe në integritetin e saj, duke filluar që të lidhemi me veten tonë dhe pra po shkëputemi nga mendimet e shoqërisë. Dhe kush janë mendimet e shoqërisë? Që të gjithë ju e dini, që ju pyesin çfarë pune bën, çfarë pagë merr për 8 orë, si visheni, a jeni duke përdorur rrobat e firmave, çfarë je duke bërë në jetë, a je duke krijuar para, a je duke drejtuar me çfarë makine drejton e të tjera, të kësaj natyre pyetje për të cilën kur ne lidhemi me veten tonë, pra bëhemi të vetëdijshëm që diçka me ne nuk është pra si ajo që ne kemi kaluar gjatë jetës, çfarë ndodh është që ne fillojmë, pra i shkojmë në dimensionin e 5, dhe këto pyetje që ne bëjmë, pra në momentin që ne vëdjesojmë, dhe kjo është koha që të gjithë
këto ndjehen energjit. Për shembull Diana e zëm hyp në autobus, po kjo energji që ka Diana ndikon tek ata, sepse rrezaton dritë, dhe drita çfarë bën njerëzit që janë me të vërtetë në rolin viktim, e ndjejnë këtë energji, pra e ndjejnë. Pra, biles, unë kam një fytyrë të buzëqeshur, se ashtu jam rritur dhe ata direkt e kuptojnë që wow, sa i lumtur, sepse është e vërtet, dhe çfarë ndodh? Buzëqeshin, pra ne jemi si që njerëzore të mrekullueshëm, por ne nuk e dim që ne jemi të lumtuar, dhe vetëm buzëqeshja që ne marrim dhe japim është në rrit hormonet në këtë trup të mrekullueshëm, dhe këto hormone ka nevojë trupi jon, pra që ne, sepse në këtë jetë gjithçka ekziston. Dhe çfarë do të thotë ku ne jemi që vazhdojmë, ndjekim shpirtin dhe ecim jemi në dimensionin e 5, pra të ndërgjegjësimit të lartë të emocioneve, lëvizjet të emocioneve. Ne fillojmë dhe pyesim, a jam i lumtur? Pyetjet kush arrin në dimensionin e 5 dhe vazhdon, a jam i lumtur? Si trajtoj të tjerët? Dhe a e respektoj veten dhe të tjerët, dhe mbi të gjitha a e doni veten tuaj? Pra këto pyetje janë ku ne arrim që lidhemi me shpirtin tonë dhe fillojmë të ndjekim shpirtin, për të cilën do të na çojë dhe do të kalojmë në dimensionin e 5. Pra në dimensionin e 5 ku ne arrim, ne pyesim, a jam i lumtur? A e dua veten? Dhe a i respektoj të tjerët, dhe kjo është ndërgjegja për të cilën ne e kuptojmë që gjatë procesit tonë ne arrim në kuptojmë rëndësinë e vetes tonë dhe rëndësinë e vërtetësisë së jetës. Pra në që të gjitha këto është që ne na bëjmë që të rritemi në një frekuencë të lartë, në një energji të lartë, dhe arrim dashuri, arrim paqe, arrim lehtësinë e jetës, arrim mirënjohjen e saj, ne jemi të kënaqur me atë që kemi dhe ne vazhdojmë, dhe kjo është që ne jemi dhe paraqitemi në këtë realitet, dhe pse jetojmë me dy realitete, pra të dimensionit të tretë, pra që është ndërgjegjësimi akoma i ulët dhe flej një pjesë e njerëzve, dhe ndërgjegjësimi i lartë i njerëzve për të cilën janë lidhur me veten tonë dhe me vërtetësinë e vetes. Dhe kjo është që pyetja është, po si arrihet kjo? Sigurisht do individ që është i lirë, se askujt nuk i preket liria, por që të kuptoni që nëse jeni këtu dhe dëgjoni këto video, nuk jeni pa qëllim, sepse ju kërkoni që diçka me ju nuk shkon mirë, dhe në këtë rast sigurisht nëse bëni lutjet tuaja dhe kërkoni pra ndihmë nga atë që ju të rrisni plot fuqitë e larta, Zoti apo universi, kë ju të rrisni angjëjt e tjera, apo shërimin me nënën, nuk ka rëndësi që të gjithë jeni unik, sigurisht kjo arrihet pra me format e higjienës shpirtërore. Unë nuk do të hyj për këtë që ta shpjegoj në detaje, por të jeni të sigurt që njerëzit hyjnë në meditime për të cilat janë lloje nga më të ndryshme, ashtu sikurse edhe dalin janë të lidhur me natyrën, dhe kjo i arrin që të zbulojnë vërtetësinë pra të jetës, bukurinë e jetës, për të cilën ajo që ne arrim të kuptojnë është që gjatë kohës ndjekjes së shpirtit tonë, pra duke u dorëzuar shpirtit, ne arrim të kuptojmë se sa ne kemi dashur veten tonë. Ne arrim të kuptojmë se si ne i kemi trajtuar të tjerët, dhe ne arrim të kuptojmë përse ne sillemi me njëri tjetrin si ne sillemi. Pra këto arrim ku ne i dorëzojmë shpirtit dhe vazhdojmë, pra lidhemi me veten tonë, zgjedhim veten tonë dhe është koha e të gjithëve për të zgjedhur veten tuaj, sepse ne kemi vlerë, ne kemi rëndë, pra jeta është një mrekulli për ta jetuar dhe ju jeni të ftuar, sepse është koha e evolucionit të mrekullisë e jetës për të rritur ndërgjegjësimin tonë dhe për të hapur zemrën, sepse kjo zemër ka hirin ynor që e kemi që të gjithë,
dhe është misioni dhe drejtimi i jetës, është neutrale, është në mes, pra e dini në gjoks, për të cilën jo vetëm si organ zemra, si organ që ju e njihni, por është dhe shakrajon me ngjyrën jeshile dhe është astrale, është ajo që ne marrim informacion nga planeti jon. E në qoftë se ju nuk dëgjoni asgjë, pra e zëm në media, apo më të tash përsëri lajmi vjen ke ju. Pse? Sepse ne jemi të krijuar të tillë, pra për të ndihmuar dhe për të mësuar dhe për të krijuar, por shënim. Çfarë do lloj që ne kemi mësuar në jetën e parë që është në nivelet e ulta, bëhet fjalë për qëllimin. Pra qëllimin, çdo gjë që tregohet, është e vërtetë që tregohet, është e vërtetë që mund të ketë ndodhur çka ka ndodhur, është e vërtetë. Por ajo që tregohet është qëllimi, po përse nuk arrin të shpjegojnë kush është shkaku dhe për shembull, le të marrim, kush është shkaku që ne qëndrojmë të sëmurë? Kush është shkaku? Përse dhe mjekësia që bën një punë, dhe nuk mund ta gjykoj, se nuk gjykoj, se në fund të fundit çfarë ne kemi arritur, është që ne është ajo eksperienca që ne vazhdojmë si që njerëzore, rritemi, por tani pyetja bëhet, a jemi duke u integruar, a jemi duke i bërë pyetje vetes, pra përse njerëzit qëndrojnë të sëmurë? Përse qëndrojnë sëmurë? Përse e zëm, Diana nuk gjithkohon ka besuar në jetë dhe unë nuk e njoh paracetamolin. Dhe jam me 6 motre vlesër dhe mendoj që të rritesh me 6 fëmijë dhe të jemi, sigurisht që jemi ndryshe, është e vërtetë që me prindër jemi njësoj, po si ka mundësi që unë qëndroj dhe pa paracetamol? Sigurisht që edhe unë marr pra atë që ndjehet në trupin tonë, për shembull ftofem ose ndoshta edhe dhimbje të fytit e tjera. Por përsëri, mbani shënim, trupi jon është i shëndetshëm, trupi jon është elastik dhe trupi jon është vetëshërues. Duke i ditur këtë, ju do të kuptoni që kur besoni në këtë trup, ju nuk bëni gjë tjetër vetëse e lironi veten tuaj nga çdo lloj që ju ndjeni dhe filloni të besoni në këtë trup. Dhe duke besuar në këtë trup, duke i dhënë trupit tuaj atë që është me të vërtetë shërues, ju shërojni. Pra nuk fusni helmet për të cilën janë qëllimi për të luftuar atë që ti ke sëmundje. Dhe çfarë ndodh? Pa e kuptuar, ajo të shëron për momentin, por mos haro se ajo do të ndikoj në pjesë të tjera të trupit dhe kjo ju bën që ju të jeni imun ndaj ilaçeve. Pra kërkoni ilaçe që të shërojnë dhe çfarë ndodh? Ju nuk jetoni, por ju mbijetoni. Puna është, a ka mënyrë, sigurisht nëse ju vazhdoni të lidheni me shpirtin tuaj dhe të ndiqni rrugëtimin e zemrës. Pra kjo zemër ju drejton ju, sepse ju mbal 24 orë. Kjo zemër merr ajër dhe pompon gjak në çdo. Po pyetja sa frymëmarrje dhe si e marrim ne frymëmarrjen? Normal është 15%. Po kur ju uleni dhe vazhdoni pra higjienën e shpirtit, ju do të arrini pra frymëmarrja apo dalja në natyrë, sepse ju merrni ajrin e pastër, jo dalja në për lokale, ulu atje dhe okay, sigurisht që ne do ta jetojmë atje, sepse në fund të fundit ne kemi shoqëri, ne kemi miq e tjera dhe do pimë dhe kafe e tjera. Por jo diçka e përditshme kur ka akoma dhe një bukuri të jetës tuaj dhe sidomos kur ju lidheni me shpirtin tuaj, ju arrini në këtë dimension të pestë për të cilën çfarë arrim që të realizojmë është ne bëjmë pyetje dhe duke bërë pyetje, sa më shumë pyetje të bëjmë, ne rritemi, pra vibrime, sepse pyetjet janë që ju do të merrni përgjigje dhe përgjigja e asaj që ju ndjeni është rritja e energjisë tuaj, është rritja e vibrimeve tuaja dhe kjo është që ju kaloni edhe lidheni me zemrën tonë, sepse gjatë gjithë jetës ne kemi kaluar sfida, ne kemi kaluar atë që ne kemi ndjerë, por ne nuk kemi ditur t'i punojmë dhe tani jeni të ftuar që ka dhe një mënyrë për t'u ulur nga çdo lloj bllokade që ju keni në lidhje me emocionet
tuaja ashtu si kurse dhe me mendimet. Dhe gjithsesi në këtë ku ne vazhdojmë pra ndjekim rrugëtimin e shpirtit, ne arrim në përgjigjen e ne ndjejmë. Pra që lidhemi dhe vazhdojmë me dimensionin e 5, ne kuptojmë se sa të vlefshëm jemi, ne kuptojmë se si ne i trajtojmë të tjerët, ne kuptojmë që e duam veten, ne kuptojmë që jemi me të vërtet ajo që japim respekt, trajtojmë veten më mirë dhe mbi të gjitha është ajo që po ndodh në tokën më është evaluimi e veçanjes tonë, që do të thotë unë, ju dhe shumë para ardhës për të cilën janë lidhur me veten tonë, pra jemi, si thua kemi qenë të lirë, kërkonim pra kush është shkaku për të cilën shpirtin na zgjoi, na solli, na bëri të vetëdijshëm që diçka me ne nuk shkon. Ne kemi krijuar atë që pra ndërgjegjësimin tonë të lartë, pra jemi në një nivel të lartë për të cilën ne në këtë tokë, pra si toka mëmë që evaluon dhe është në ciklin e saj të ri dhe po ndodhin ndryshime nga më të ndryshme që i shihni, por edhe ne jemi pjesë që jetojmë në këtë tokë dhe në këtë rast kanë bëjmë me qënjen, me rritjen tonë si qënje njerëzore, në qënje shpirtërore. Ne kemi shpirtin, por tani dhe në rritjen tonë shpirtërore, që do të thotë në një ndërgjegjësim të lartë, në vërtetësinë e jetës, në dashuri, pra po i vëm themelin dhe kjo është e vërtetë dhe kjo po kërkoj dhe ky është shekull hap pas hapi që ne do të shkojmë në këtë drejtim për të jetuar me vërtetësi, për të jetuar me dashuri pa kushte, jo në nevojë, po pa kushte, për drejtësinë, për mirënjohjen dhe integritetin, dhe kjo është që ne na sjell në një nivel të lartë për të cilën ne fillojmë të rrisim, pra të ulemi nga energji të ulta, pra që na lëndojnë, që na pra pa e kuptuar lëndojnë njëri tjetrin dhe që nuk arrim të realizojmë me lehtësi dëshirat tona, pra nga frekuenca e energjisë të ulta, si për shembull gara me njëri tjetrin, si për shembull lakmia, si për shembull xhelozia, kontrolli e të tjera, pra ne do t'i lëm këto, ose keq trajtimi, thashe teme, manipulime të tjera, që të gjitha këto do të lihen, pra është shekulli që doni apo nuk doni, herët avon, që të gjithë ne do të shkëputemi nga këto gjëra, se nuk i përshtaten më rritjes së ndërgjegjësimit tonë të lartë, pra të themelit të vërtet të shëndosh të tokës më ashtu si krijesa e ka krijuar, dhe ne do të lidhemi në emocionet, pra në energji të larta, në frekuenca të larta, për të cilën është që ne shkojmë në dimensionin e 5. Dhe kjo dimensioni i 5 është që ne kur arrim këtë, ne kuptojmë që ne nuk duam t'ja dim më se çfarë të tjerët thonë. Ne nuk duam t'ja dim se çfarë të tjerët tanë. Ne nuk duam t'ja dim se çfarë bëjnë. Në fund të fundit, ne jemi në këtë tokë për ta jetuar jetën. Dhe në qoftë se të tjerët bëjnë si bëjnë, është e drejta e tyre. Ne nuk i gjykojmë, por nëse duan të dinë që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, nëse kërkoni bukurinë e jetës dhe të ndiqni ndryshimet, sepse universi drejton energjinë dhe ne jemi energji, pra jemi energji, atëre në qoftë se ju ndjeni që diçka nuk shkon, ju bëni pyetje dhe në këtë rast kur ne arrim në veten tonë të lartë, që ndjekim shpirtin dhe në këtë rast jemi në dimensionin e 5, ne e kuptojmë që ne jemi me vlerën tonë, ne jemi komplet, sepse ne kemi vlerë si ne jemi, ne nuk kemi nevojë të bëjmë si duan të tjerët, por ne kemi vlerë dhe këtë arrim vetëm kur ne lidhemi me veten tonë. Për këtë t'jeni të sigurt, nuk ka rrugë tjetër. Nëse doni të zgjidhni dhe të rrini në rolin viktim, është e drejta juaj, ajo që ju merrni nga të tjerët është qëllimi, dhe qëllimi është që ju mbijetoni jetën. Ju nuk e jetoni, sepse jeta e bukur është kur ju filloni të doni veten tuaj, kur ju e kuptoni se sa të rëndësishëm jeni.
Jeta është e shkurtër për të vuajtur qoftë dhe brenda familjes tuaj. Prandaj që të gjithë jemi të ftuar që ne të lidhemi vetëm dhe ku ne arrim pra në dimensionin e pestë është që ne kuptojmë se kush ishim. Pra kjo nuk ishte jeta për të cilën ne ishim krijuar, ishim pra si jetojmë një pjesë qoftë nga familjet tona. Ne nuk ndikojmë tek ata, por ne rrezatojmë dritë, sepse ne e dimë që janë njerëz të mrekullueshëm, por është e drejta e tyre nëse duan të jetojnë si jeton Diana. Për shembull në familjen time unë i kam treguar që unë jam ndryshe, biles nganjëherë dua të qesh se thonë ti nuk beson edhe unë qesh. Oh my god, unë i them aq shumë besoj, po e kam këtu besimin. Megjithatë, sepse njerëzit e mi shkojnë edhe në kish, pra në fal janë muslim, shkojnë edhe falen, edhe është e drejta e tyre. Unë nuk i gjykoj, po kur thonë që sepse unë nuk e ndjek këtë rol, unë e kam Zotin në shpirt dhe unë kontribuoj dhe ndihmoj për të krijuar shoqërinë, qoftë dhe në familje, por unë motivoj, unë jap ndihmë, por unë nuk prek lirinë e askujt, sepse askujt nuk i preket liria, vetëm është e drejta e çdo individi që në këtë kohë, duke është evolucioni digital, është evolucioni i rritjes së vetëdijes tonë, dhe kur ju bëni pyetje për atë që shpirti juaj ndjen dhe kërkon, pra jepni rëndësi vetes tuaj dhe nuk shihni vlerën ke të tjerët, nuk është se vini më gishtin ke të tjerët apo bari jeshil është në anën tjetër, por hyni në veten tuaj do të shikoni që me të vërtet, bari jeshil është ke ju, pse? Sepse kjo zemër hynore, kjo është astrale dhe kjo ju jep atë përgjigjen e duhur për çdo lloj gjëje që ju keni, por në qoftë se ju do të vazhdoni me mendjen, sigurisht kjo do të jetë akoma që ne i japim pra akoma botës kapitaliste, asaj që njerëzit për të cilën kanë pra din diçka, në tonjza janë bine dhe në fakt janë bine, sepse ju jepni votën apo çfarë do lloj se quhet politika është liri, po është në të vërtetë politika liri, apo është me frikë? Bëjni pyetje vetes. Gjithsesi, të kuptoni që ne kur arrim në veten tonë, ne e kuptojmë se kush ishim, dhe ne e kuptojmë se kush jemi, dhe ne fillojmë të e ndjejmë krijesën tonë, dhe ne ajo që na ka dhuruar krijesa është të jemi mirënjohës dhe falënderues për njëri tjetrin dhe për gjithçka që ekziston në këtë univers të bollshëm, sepse është krijuar gjithçka. Ne jetojmë në këtë tokë dhe në këtë tokë është çdo gjë që ne kemi nevojë. Gjithsesi, le të fillojmë, por para se ne të kalojmë në dimensionin e 5. Ju duhet të dini që ne do të kalojmë dimensionin e 4, dhe kush është dimensioni 4? Sigurisht është që ne do të mbushim, është zemra jonë. Pra, dimensioni i 3 ka të bëjë me çdo gjë në energji të ulta janë zorrët e barkut. Pra janë 3 chakrat, ne i kemi në trup, shtylla kurrizore është me 7 chakra, është pra në 2 këmbët tona chakra rën siguria, sa të sigurt jemi në këtë tokë. Në poshtë kërpizës janë emocionet dhe pra chakra emocionale edhe seksuale. Në stomak është ajo identiteti jon, pra pavarësia jon. Tjetër në zemër që është astrale, është në mes, është me të vërtet zemra jonë, dhe këtu është hiri hynor që e kemi që të gjithë, zëri i krijesës, zëri hynor i krijesës që thotë: hej Diana, unë jam këtu, duaj e veten Diana, duaj e veten, mjaft bëre për të tjerët, tani është koha të futesh të lidhesh me veten tënde, dhe të kuptosh se sa e bukurie është jeta, dhe jetoj dhe këto moment, dhe nuk ka rëndësi se çfarë moshe jeni, sepse energjia nuk njeh moshë, pra kjo zemër astrale, kjo është që ne na lidh me gjithë jetën tonë, kur ne
kur ne lidhemi me veten tonë. Dhe po kështu kemi dhe 3 chakrat e larta, frekuencat e larta, për të cilën në chakra e fytit ne komunikojmë. Syri i tretë që është mençuria e vërtetësisë së jetës, ashtu si kurse dhe kurora që ka të bëj akoma më shumë me vërtetësinë dhe mençurinë e mësimeve të universit të bollshëm, që është infinitiv, që do të thotë çdo gjë që kemi kaluar me mijëra e miliarda shekuj dhe tani është në zhvillim. Dhe kjo është mrekullia që ne jemi si çdo gjë që shohim në këtë tokë, vetëm se ne kemi një frekuencë të lartë dhe këtë shekull ne kemi arritur në ndërgjegjësimin ton, në themelin që po i vëm drejtësisë, po i vëm dashurisë ton, vërtetësisë ton, mirënjohjes ton, respektit e të gjitha. Tani ne do të kalojmë pra në dimensionin e 4, pra do të lirohemi nga çdo emocion bllokat që nuk na shërben dhe do të mbushim zemrën me dashuri. Pra do të jemi uni, ne vetja jon, kush jam unë vetë, dhe gjithsesi edhe të ndriçuar. Por ajo që do të kuptoni është që është dhe një dimension tjetër, pra që është dimensioni i 5, dhe kjo është që është akoma dhe më ndriçuar, por që të arrini në këtë jeni ju të lirë, jeni ju, pra çdo individ që do të zbuloj të lidheni me veten tuaj. Pra me atë kush është e vërteta ju, kush ju jeni, pra nuk ju detyron askush, por kjo është nëse ju jeni të hapur në univers për të ndjekur shpirtin tuaj, dhe kjo është që ju do të arrini në një vetëdije të lartë që atë që ndjen zemra juaj nuk mund ta shpjegoni me mendimet tuaja. Ndërkohë është në këtë kohë kur ju arrini pra dhe që do t'jap tani disa shenja, është që ju do të kuptoni që jeni me të vërtetë në vetëdijen tuaj, në kënaqësinë tuaj, në lehtësinë e jetës, dhe çdo gjë ecën lirshëm në jetën tonë dhe pa përpjekje. Dhe kush janë këto shenja? E para është, ndoshta jeta, para se të shpjegoj shenjat të kuptoni që ju mund të jeni në këtë rrugëtim dhe jeni, sigurisht që ndiqni këto video, mund të keni një, mund të keni disa, mund të keni të gjitha, që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e dini se ku ndodheni. Dhe le të themi, e para është që ju jeta juaj ditore, pra çdo ditë është e lehtë, është e kënaqur, është e dashur, është me të vërtetë me mirënjohje për gjithçka. Pra ju e ndjeni këtë. Pse? Sepse ju keni krijuar një trup, një mendje që ecën pra në unitet, që ecën në armoni, në balans me shpirtin tuaj, me zemrën tuaj. Pra ju ndiqni atë që është zëri i brendshëm i juaj, dhe ndërkohë ju e ndjeni që jeni të ndriçuar, ju e kuptoni vërtetësinë, jo vetëm të jetës tuaj përreth jush, por edhe më gjerë, ashtu sikurse edhe ju keni filluar dhe besoni dhe është zëri i brendshëm që ju besoni tani, pra është zemra, që është hiri hynor që e kemi, është me të vërtetë zëri hynor i krijesës tonë e kemi në zemër, dhe ju besoni në këtë dhe ju jetoni në çdo moment të bukurisë të ditës së jetës, me dashuri dhe me kënaqësi. Dhe kjo është ne jemi kryekëput, ne jemi njësoj si gjithë të tjerët, ne jetojmë në këtë realitet, por ne kuptojmë tani që njerëzit, pra qofshin familjet tanë, apo fisi jonë, apo gjithë njerëzimit, janë të mrekullueshëm, por ata nuk e dinë që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, ose dhe nëse e dinë, nuk duan të lënë rolin e ratis dhe i qëndrojnë aty ku janë dhe është e drejta e tyre. Pra ata jetojnë jetën e ditës. Pra si ta kalojnë jetën e ditës, dhe shpesh ajo që e kalojnë dhe nuk kuptojnë se çfarë po humbasin është duke ndjekur lajmet apo politikën apo mthetash për të cilën asgjë nuk u ka sjell, përkundrazi nuk arrin të realizojnë ato dëshirat e tyre, dhe nëse i arrin me mundim dhe mbi të gjitha qëndrojnë të sëmurë.
Dhe ajo që din është mosha, në asnjë mënyrë energjia nuk njeh moshë. Energjia është energji dhe kur ju nuk e bllokoni, por ju e lëvizni, pra e lëvizni dhe ecni me rrjedhën ashtu si rrjedh uji, ecni dhe ju çdo gjë ju jetoni ditën e jetës me lehtësi. A e keni këtë shenjë? E dyta është që ne do të lirohemi nga çdo lloj bimbje për të cilën nuk na shërben dhe çfarë ndodh janë bagazhet e vjetra apo besimet që ne kemi krijuar. Unë nuk do të hyj në detaje, po unë do të rregoj që ju jeni në rrugën e rritjes të kalimit në dimensionin e 5, pra të ndërgjegjësimit të emocioneve, të lëvizjes së emocioneve, të ndjeshmërisë tonë, dhe kjo është që energjia ndjehet, nuk ka rëndësi se çfarë flet si flet, por atë që ndjen dhe kur ti ndjehesh dhe lidhesh me energjinë, është me të vërtetë çfarë ndodh kur ne vazhdojmë me shpirtin, lirohemi nga gjithë këto dhimbje të vjetra, ne kuptojmë që këto janë të lehta, ne kuptojmë që nuk na ndikojnë më dhe ne kuptojmë që këto janë fshirë. Pra çfarë do të thotë që gjithçka që ne kemi kaluar në të kaluar nuk ndikojnë më tani në këtë kohë. Tjetër është kjo vjen sepse ne jemi dorëzuar shpirtit, pra ose jeni duke ju dorëzuar dhe në këtë rast ju do të liroheni nga pafuqia. Pse jeni të pafuqishëm, pse qëndroni të sëmurë, pse nuk arrini të krijoni atë punën që ju doni me kënaqësi, me dëshirë, pse nuk arrini ëndrat tuaja, pra pafuqinë, varfërinë, po sepse varfëria që ne qëndrojmë të varfër është nga pavetëdia jonë, pra ne rrimë se të tjerët dinë më mirë se ne, gaboni dhe ne punojmë më fort se të tjerët, sidomos klasa e paprivilegjuar, ashtu sikur se do të lëmë kompetencën, pra kompetencën, jemi dikush, kush jemi, ne jemi që një njerëzore, por të gjitha këto janë që ne do të rrisim, pra duke lëshuar këto të gjitha bagazhet e vjetra, për të cilan që janë mendimet, sepse fjalët tona janë mendimet tona janë zakone, sjelljet tona janë zakone që ne bëjmë. Pra si sillemi, ai është dhe zakon. Zakoni jonë është si ne jemi, karakteri jonë, dhe këtë karakter ne e paraqisim jashtë. Në qoftë se ne këto gjërat i kemi me lëndime, me tasheteme, me fjalë për të cilat nuk janë tonat, dhe ne i kemi sepse i dëgjojmë pra nga mendimet e shoqërisë dhe vazhdojmë me këto sepse është lehtë i marrim pra zakone e tyre, apo se çfarë bëjnë të tjerët, pra si bëjnë të tjerët, ndërkohë që ne kemi vlerë. Sigurisht nëse ne ndjeni të lënduar ose ndjeni që ju lëndojnë ose dhe lëndoni, të jeni të sigurt që jeni të lënduar, dhe kur ne këto i kemi të liruar, pra nuk ndjemi më të liruar, po ndjemi që çfarë ne kemi kaluar, çfarë do lloj situate të vështirë është e fshirë, është që nuk na ndikon më, do të thotë që ne jemi lidhur, pra nga dimensioni 4 ne do të shkojmë, do të kalojmë në dimensionin e 5, dhe në këtë rast ne arrim në konfidencën tonë, ne arrim në dashurinë e mrekullueshme, pa kushte, në arrim në ndriçues, në lehtësues, me të vërtetë në jetën për të cilën ne kënaqemi. Tjetër është shenjë tjetër, ne do të përjetojmë me këtë trupin fizik botën e ngjyrave, që do të thotë që ne fillojmë, pra ne lidhemi, jetojmë dhe ne shohim që bota që ka krijuar krijesa është me të vërtetë me ngjyrat e Ylberit. Jo vetëm që ne i kemi si që një nizore ngjyrat e Ylberit, që është 7 chakrat tona, pra si që thash 3 në bark, zemra, dhe 3 të lartat, pra me frekuencë të lartë, sepse ne jemi qënje me frekuencë të lartë, që ne flasim, mendojmë, pra me njëri tjetrin, ne shprehemi dhe komunikojmë me njëri tjetrin, por mos harroni se dhe e zëmzoj që gjoj cërimin e zojve, që është një bekim, se të jep energji, të jep atë qetësinë, është edhe ata janë, pra kanë mënyrën e tyre ciu, vetëm se ne jemi me një frekuencë të lartë, dhe kjo është që ne e zhvillojmë pra tokën më, dhe është e përjetshme. Gjithsesi kjo është ne shkojmë me ngjyrat të Ylberit, dhe sigurisht ju e dini që Ylberi do që vjen, që është lidhja tokë dhe qiell, pra lidhet, do pak diell kur del që e shikoni, do pak diell dhe pak shi, që do të thotë ne kur fillojmë shohim këto ngjyra, ne jemi lidhur me emocionet tona. Dhe emocionet janë ato që ne jemi të ndjeshëm. Dhe ku ne jemi të ndjeshëm dhe të plotësuar
krijuar, sigurisht me shohim ngjyrat. Kudo që ju mund të shihni të ngrit ku jeni pra që jeni të lidhur, që e shihni botën me ngjyrat e Ilberit, me vërtetësinë ashtu si ju ngrini shihni në qell rret kur del dhe dielli, ju që jeni të ndriçuar, pra që i ndjeni që jeni ju do të shihni ngjyrat e Ilberit kudo në çdo, sepse jesh energji dhe energjia tërheq energjinë. Pra gjithsesi ajo që kuptoni është që ju e përjetoni këtë sepse ju jeni lidhur me emocionet tuaja, pra vibrimet tuaja janë të larta, energjia jonë është rritur, ashtu sikurse ne e kuptojmë që ne na ndjejmë kur ne takohemi me njerëzit për të cilën i rezonojmë të janë në dimensionin e 5. Dhe kjo është që ne kur jemi e përjetojmë ngjyrat, pra të gjitha ngjyrat e Ilberit, ne e përjetojmë, ne jemi të lidhur me atë që ne dëgjojmë në këtë trup fizik, pra jo me kocka me mish, por në brendësinë tonë, ne dëgjojmë zërin e krijesës, zërin hynor që është në brendësi, e tregova pak më parë, por e kemi në brendësi dhe ndërkohë dhe jeta jonë është që ne marrim mrekulli të vazhdueshme. Pra është një bukuri e jetës. Tjetër është koha ne na duket e përjetshme dhe është e pafundshme e përjetshme, që do të thotë që ne lëvizim aq shpejt pra si uji dhe ne jemi në epokën e ujit, të ujorit dhe energjia është aq e shpejt që do të ndikojë dhe ka hyrë në çdo shtëpi ku ka errësirë, sepse po hyn dashuria, po hyn kjo dritë. Dhe drita e ndriçon errësirën, jo drita si ndizni dritën artificiale apo në rrugë që shihni, por dritë që e kemi ne në brendësi, pra ne hapim zemrën dhe në këtë rast ne shikojmë që gjërat nga përvoja nga një situatë ikën shumë shpejt. Ajo që ne kalojmë është që ne i kalojmë pa gjykime dhe ne nuk kemi probleme paratia për çdo gjë që ndodh, nuk ndikon tek ne, sepse gjërat janë bërë si janë bërë, pra si ndodhin, si janë bërë, se në fund të fundit ne kuptojmë që ne nuk jemi krijesa, pra ne nuk kemi parati se çfarë ndodh në tokën tonë, në planetin tonë, për arsye sepse ne e kuptojmë që këto realizojmë që ne nuk jemi krijesa, këto funksionojnë sepse ashtu si ekzistojnë dhe funksionojnë, ashtu si ne jemi përreth. Pra çfarë do të thotë? Çdo gjë është e krijuar, ne jemi po krijesa të krijuara dhe çfarë do të thotë që ne krijesa na ka krijuar të ndihmohemi, të mësojmë dhe të krijojmë. Pyetja është deri tani çfarë kemi mësuar dhe çfarë kemi krijuar? Ajo që ne kemi krijuar deri tani me mendjen tonë, me atë që është bëj, dhimbjet tona dhe mbi të gjitha ne jemi bërë skllëvër të njëri tjetrit duke krijuar një jetë që nuk është jetë, është mbijetesë. Pra këtë e kemi krijuar ne, po jo krijesa. Sepse krijesa, çdo gjë që e ka krijuar ekziston përreth nesh. Pra është ekziston, çdo gjë ekziston. Kush të mban ty që të vazhdosh të ndjekësh atë që ti dëshiron dhe kërkon dhe ëndërron? Kush të mban ty? Pra krijesat ka krijuar ty. Kush të mban ty? Ti je Zoti vetes tënde, krijoje. Pra lumturinë mos e prit nga të tjerët. Në qoftë se ti nuk do veten tënde, kujton ti se do t'u duan të tjerët, pra kjo është që ne kuptojmë që koha është e përjetshme. Pra nuk ka të bëjë me atë si na ka mësuar. Okej, u rritëm si fëmijë, arritëm, bëm dhe shkollë, tani jemi në moshë të martohemi, bëm dhe fëmijët, okej, ti martojmë dhe fëmijët dhe tani të presin kleqërinë dhe të presin vdekjen. Atë që do të kuptoni, po do ta jap në shenjë tjetër, është edhe ose më mirë këtu po e them, është që ne kuptojmë që koha është e përjetshme për arsye sepse kur ne lidhemi me zemrën tonë, ne kuptojmë që ne jemi qenie si qenie fizike, ne do t'i ikim, pra Diana e sheh veten në pasur dhe është në moshën e saj,
ku për të cilën dhe 4 muaj mbush 62 vjeqe, por jam krenare që jam lidhur me shpirtin tim dhe jam krenare që i shërbej plot fuqisinore duke i ndihmuar njerëzit për të cilën kërkojnë ndihmë. Pra unë motivoj, unë krijoj dhe jap vërtetësinë e mësimeve, por unë nuk ndikoj tek ju, jeni ju që duke marrë këto mësime të vërtetësisë, hap pas hapi do të rriteni në energji nëse ju besoni në to, nëse ju rezoloni, është e drejta juaj. Gjithsesi është që ky trup fizik do të iki, po shpirti im është i përjetshëm, do të jetoj dhe këtë e dim që të gjithë. Pse? Sepse shpirtin e nënës tuaj ju e keni në veten tuaj, të babait të vet, ashtu sikur se fëmija im do jetë në shpirtin tim, por është dhe tjetra, ky kontribut që unë po jap tani, edhe pse do të kalojnë shekuj, sepse jeta është e përjetshme, koha është e pafundshme, këto mësime janë historike, sepse nuk e keni dëgjuar ndonjëherë. Tjetër është, ne do të eksperimentojmë në mënyra, do të marrim sinkronizime, shenja, apo mrekulli nga më të ndryshëm dhe çdo kohë për arsye sepse ne jemi të lidhur me energjinë dhe universi drejton energjinë dhe në këtë rast është që ne fillojmë të i manifestojmë këto mrekulli dhe këto universi na ndihmon ne sepse ne ndjekim format e shpirtërore dhe ne bëjmë lutje të tjera, por ne vazhdojmë, besojmë në veten tonë, pra ndjekim shpirtin dhe këto është që universi na i shfaq këto në qëllim që na drejton se ku do të shkojmë dhe kush do të bëhemi. Pra ne ndihmohemi dhe kjo është që ne jetojmë në këtë, pra udhëtimin ton, ne udhëtojmë në botën magjike edhe që është e pa kuptueshme në kuptimin që është e panjohur për ne. Përsëri ne kemi një intuit të lartë, pra ne jetojmë mrekullitë e botës së magjisë, të bukurisë së jetës dhe në këtë rast ju hapni syrin e tretë, sepse sa më shumë ne lidhemi me zemrën tonë dhe vazhdojmë ne hijet harresës, pluri që ne kishim kaluar gjatë gjithë jetës tonë, pa e ditur në rolin viktim, këto duke hapur, pra duke rritur vibracionet tona, duke lëvizur nga bota fizike, pra materjes, nga mendimet e të tjerëve në ato që ne krijojmë vetë, me emocionet tona, me hapjen e zemrës, me zakonet tona, sjelljet tona, varësitë tona, fjalët tona, mendimet tona e të tjera, ne nuk bëjmë gjë tjetër veç se ne e kuptojmë që kjo është që syri i tretë, pra mençuria, ajo vërtetësia e jetës, na lidh ne, na kupton me të vërtetë ku ne dhe kur e kemi hapur plotësisht, është që na bën se çfarë është e vërtetë, na tregon ne se çfarë është e vërtetë për rreth nesh dhe jo vetëm për rreth nesh, por edhe për gjithë botën tonë të krijuar nga perfeksionizmi i Zotit, ku çdo gjë ekziston dhe është një mrekulli. Tani për tani është tokamën që jetojmë. Tjetër është që ne do të dimë dhe do të ndjejmë që ne udhëhiqemi në mënyrë hyjnore nga një, oh my God, nga diçka e lartë, më tepër se mendja, dhe në këtë rast ju e ndjeni tani që ju jeni lidhur me zemrën tuaj. Kjo është që ne në momentin kur lidhemi me zemrën, kur ne kemi qetësuar komplet mendjen tonë. Pra kur ne jemi të qetësuar komplet me mendjen tonë, atëre ajo që ne do të arrim është që ne pra lidhemi me trupin ton dhe ne dëgjojmë udhëzuesit ton të brendshëm të shpirtit ton. Ne dëgjojmë udhëzuesit angjëllor apo paraardhësit tan, pra të kaluar ashtu sikurse dhe qenjet e larta, frekuencat e larta që ne na shikojnë, por ne ata nuk na prekin lirin ne, pra nuk kanë të bëjnë me këto frekuencat të ulta. Në fund të fundit është që ne të gjitha këto udhëzime që ne marrim na ndihmojnë ne që ne do të kthehemi në shtëpi. Pra tokamën është krijuar për ta jetuar jetën, se ka bukurinë e saj, është magji, është bukuri dhe ku ne lidhemi dhe dëgjojmë, pra udhëhiqemi nga zëri i hyjnor, pra nga këto udhëheqës të fuqive të larta,
dhe të shpirtit ton, pra lidhemi, ne do të kthehemi në shtëpi dhe në këtë rast është që kur ju lidheni akoma dhe më shumë, pra vazhdoni me mençurinë e mësimeve që janë të pafundme, që do të thotë gjendja e vetëdijes tonë zhvillohet vazhdimisht, pra çdo ditë ashtu zhvillohet universi, çdo ditë ndryshon, pra zhvillohet. Atëre sepse jeta, të kuptoni, jeta është ndryshimi i vazhdueshëm kozmik i frekuencave, pra i rritjes së ndërgjegjësimit ton, por edhe i ndjeshmërisë, i sinkronizimeve, dhe në këtë rast kur ju lidheni me veten tuaj, pra ju do të keni edhe lidhje të vazhdueshme me frekuencat e larta, qoftë jashtëtoksore, ashtu e si edhe në frekuencat e larta në tokë, si puna ime për të cilën Zoti më ka kthyer në vendlindje, si dhe jam ura që lidh qiellin me tokën, me vërtetësinë e mësimeve të universit. Tjetër, ju do të jeni në gjendje të hyni dhe të ndjeni në trupin tuaj multidimensional dhe të kuptoni që koha dhe hapësira janë iluzione që ka krijuar mendja. Pra ne kuptojmë këtë se sa iluzion është koha, sa iluzion është hapësira. Ne kuptojmë që gjithçka që ekziston në këtë univers është energji, pra materia është energji, dhe trupi on fizik është energji, që është energjia maskullore mendja, energjia femërore shpirti. Ne kuptojmë që ne jemi vetëdije, ne kuptojmë që ne jemi pra njerëz të krijuar si çdo të njëjtë, si çdo gjë që ne shohim përreth. Pra ne jemi energji, njësoj si ju tash, ne jemi fëmijë të universit, jo më pak se pemët apo se yjet e të tjera. Pra në këtë rast është që ne jemi krijuar me të njëjta gjëra si çdo gjë përreth nesh. Pra ne kemi të njëjtën energji, vetëm se ne jemi me frekuencë më të lartë, asgjë më tepër se çdo gjë që ekziston dhe që kemi lidhje me njëri tjetrin. Tjetër, ne jemi në gjendje të manifestojmë atë që ne kemi dëshirë, dhe me lehtësi dhe mrekullit na vijnë në mënyrë të lehtë, dhe kjo është që ne manifestojmë me të vërtetë bukurinë e jetës në këtë botë, dhe pse ne jetojmë në këtë realitet, pra në dimensionin e tretë për të cilën flen gjumë, jeta jonë është e lehtë, është pra sepse çdo gjë ekziston. Tjetër është që qeniet e avancuara ne na ndihmojnë që ne të lidhemi me trupin ton, pra të futemi me trupin ton, dhe kjo është ne eksperimentojmë dhe ne rikujtojmë të kaluarën ton, pra të kaluarën ton tani në këtë moment, dhe po ashtu dhe se çfarë do të arrim, atë që ne bëjmë sot do të shkojmë në të ardhmen ton, duke na lejuar ne që të gjithëve jemi ne që zgjedhim çfarë përvoje duam të dëshirojmë të vazhdojmë. Pra jemi ne të lirë, por ne ndihmojmë që të jemi unik dhe të jemi në një linjë me energjinë kozmike, me zërin e krijesës, me zërin hyjnor që ne dëgjojmë në zemrën tonë, dhe kjo është që ne i kemi këto frekuenca të larta të avancuara, të qenieve të avancuara në qiell dhe në tokë, për të cilën ku ne e vazhdojmë apasapi, ne me të vërtet do të arrijmë në bukurinë që ju jeni në dimensionin e pestë, në dimensionin e emocioneve, dhe kjo është perspektiva e jetës në të ardhshëm. Gjithsesi, nëse keni në një nga këto, shkruani, ndoshta i keni të gjitha, gjithsesi e ndjeni, por të jeni të sigurt që kjo është koha për të cilën ne do të lëvizim, ndoshta një pjesë mund të vdesin dhe pa e kuptuar se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, për të cilën është kalimi nga mendja në zemrën tonë, që do të thotë ne do të krijojmë, ne do të lëmë mendimet që nuk janë të ngutësuara, janë ato që nuk na shërbejnë. Ajo shërbejnë tashtemet, ajo shërbejnë manipulimi, ajo shërbejnë keqtrajtimi, ajo shërbejnë zënjet qoftë dhe me gjëra të vogla, pra ajo shërbejnë padrejtësia e të tjera, askush nuk i do këto. Atëre, çfarë vendot? Është që ne vetë si qenie njerëzore do të pranojmë vërtetësinë e jetës, dashurinë e jetës, drejtësinë e jetës, dhe kjo po
është apasapi drejt kësaj rrugëtimi dhe ju këto gjëra po i ndjeni. Çdo gjë që nuk na shërben do të lëshohet dhe mbi të gjitha po bëhet për ne si klasë e pa privilegjuar që ne të jemi në veten tonë, se ne punojmë më shumë se të tjerat dhe ne jemi më të varfëruar. Dhe kjo varfëri nuk vjen se nuk ka bollok, bolloku është, por vjen sepse ne rrim në rolin viktim. Dhe tani jemi të ftuar që të gjithë të lidhemi me zemrën tonë, të duam veten tonë, të kuptojmë që jemi të rëndësishëm, se jeta është e shkurtër për të vuajtur, dhe jeni ju që zgjidhni dhe ju që jeni në këtë video, bekojeni këtë rrugë dhe ecni apasapi me këto mësime për të cilën ju rrisin dhe ju lidhin me bukurinë e vërtetësisë së jetës. Dashurinë për të cilën ju do të krijoni jo vetëm dashurinë e vetes tuaj, do të ktheni energjinë tuaj, por ju do të ndihmoni fëmijët tuaj edhe shoqërinë tonë për të krijuar një shoqëri të dashur. Dhe me mua miru pafshim deri në video tjetër. Faleminderit.